Zoti Hoxhallaku, së pari faleminderit që pranuat ftesën për të zhvilluar një bisedë, së pari në lidhje me një reagim që keni bërë ju ditën e sotme, lidhur me librin e fundit që ka publikuar Kryeministri Edi Rama ditën e djeshme. Ju kishit një koment në lidhje me kopertinën e këtij libri. Sipas jush është një gabim i rënd, një problem i rënd në besim. Mund të na shpjegoni pak më tepër reagimin tuaj? Faleminderit për ftesën një radhë të parë dhe ju kërkoj ndjes për pamjen vizive për shkak se jam në udhëtim. Reagimi im në fakt nuk ka qenë drejt për kopertinën e librit të një autori, ku në këtë rast është kryeministri i Shqipërisë. Për mua nuk ka shumë rëndësi kush është autori në momentin kur nuk është brenda qarkut të besimtarëve, sepse ai ashtu e ka menduar dhe ashtu e ka shkruar dhe ne nuk jemi kundra çdo lloj libri që mund të shkruhet, sepse ai shpreh idetë e tija, mendimet e tija, besimin e tij, por reagimi që kam bërë ka qenë për shkak se libri është promovuar në një darkë iftari, ku vetë kopertina e librit bie në kundërshtim me atë darkë iftari. Arsyeja është se t'i japësh një formë Zotit të gjithësisë, i cili ka krijuar çdo gjë dhe asgjë nuk është si ai, pra ne nuk mund ta ngjasojmë me asnjë krijesë, se nëse do ta ngjasojmë me krijesë atëherë nuk është Zot. Reagimi im ka qenë pikërisht për këtë, pra të promovohet një libër që bie në kundërshtim me besimin e muslimanëve në një tërheqës ku thuhet që është darkë iftari, pra për muslimanët, kjo është kontradiktore. Kryeministri a mund ta shmante? Kryeministri e ka përgatitur për të promovuar në një hapësirë të tillë dhe ai nuk ka kërkuar të shmang, por ai ka kërkuar të kundërtën që të promovohet në mesin e muslimanëve, ku edhe ai e bëri këtë promovim. Nuk është hera e parë që promovon diçka në kundërshtim me besimin islam brenda muslimanëve. Kjo është e përsëritshme, por këtë rrallë e bëri nëpërmjet një libri, ku për fatin e keq ata që ja promovuan, pra ata që duart rokitën, ata që ishin pjesëmarrës aty, ishin njerëz të cilët e dinë ç'është feja dhe janë të bindur për kontradiktën që ka kopertina e librit me atë që ata besojnë vetë. Ishte promovim apo provokim, duke qenë se sapo thatë që e ka bërë edhe herë të tjera? Atëherë, në titull thuhet promovim, por në fakt ky është provokim. Çfarë provokimi? Sepse të promovoni një libër apo një kopertinë libri të paktën që bie në kundërshtim me besimin e pjesëmarrësve aty, kjo nuk është promovim libri, kjo është një provokim për të provuar se sa të ndjeshëm janë pjesëmarrësit dhe se sa mund të ka përdin atë ka fshat që ai jo ka paraqitur përpara, jo ka sjellë në tryezë. E kuptoj. Mendoni se ja ka arritur qëllimit Zoti Kryeministër me këtë promovim, provokim? Nuk mund të flas për qëllimet pasi qëllimet janë të fshehta, po të paktën për atë çfarë pam në atë program, ai duket sikur ja ka arritur. Ndërkohë jemi edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit, madje po i afrohemi atij 10 ditëshit kaq shumë të pritur nga besimtarët musliman. Së pari doja një koment në lidhje me këtë muaj kaq të rëndësishëm. Sa i rëndësishëm është ky muaj për të gjithë besimtarët, sidomos ata që praktikojnë edhe besojnë? Muaji i Ramazanit është një muaj i veçantë të cilin Zoti i Gjithësisë ja ka dhuruar besimtarëve musliman, ku brenda këtij muaji na tregon se ka zbritur Kur'anin famlar, pra fjalën e tij, ndërmjet Xhebrailit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi te, tek i dërguari i fundit Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi te, për të cilin ka zgjatur 23 vjet me radhë. Pra, fillimi ka qenë brenda muajit të Ramazanit, pastaj ka zgjatur për 23 vjet me radhë dhe kjo është kushtetuta e jetës, kushtetuta jetësore e çdo besimtari, po pse jo edhe çdo njeriu, pra është një manual se si duhet të jetojmë, dhe duke qenë se ka filluar në muajin e Ramazanit, këtë muaj e bën të veçantë. Kjo e para, dhe e dyta, ajo që thatë ju, pra 10 ditë i fundit, ku Zoti i Gjithësisë ka fshehur natën e Kadrit. Nata e Kadrit është ajo në të cilën Zoti i Gjithësisë ka zbritur pra fjalën e tij, Kur'anin, ku e krahason me pra mbi 1000 muaj. Thotë është më e mirë se 1000 muaj, që do të thotë një jetë njeriu. Pra, nëse bëni një të mirë brenda kësaj natë, ai thotë që
do të vlerësohet tek Zoti i gjithësisë sikur keni bërë mirë pra gjatë gjithë jetës. Pra për të kuptuar se çfarë vlerët ka një veprim i mirë në këtë natë. Dhe kjo natë është e fshehur në 10 diçin e fundit. Kur u afronte 10 diçi i fundit, thotë nëna e besimtarëve, Aisha, Zoti i qoftë i kënaqur me të, thotë pejgamberi alayhis salam rrinte tërë natën duke adhuruar Zotin, zgjonte dhe familjen dhe i përkushtonte çdo moment Zotit të gjithësisë pra në adhurim. Është janë 10 ditë të veçanta. Muaji i Ramazanit nuk është vetëm thjesht muaji i agjerimit fizik, pra të stomakut, por është muaji i agjerimit të gojës, të hundës, të syve, pra të largohesh nga çdo vesh i keq apo çdo fjalë e keqe. Vetë pejgamberi jon thotë, nëse dikush agjeron, por nuk largohet nga fjalët e këqija, nuk largohet nga veprat e këqija, ai vetëm thjesht ka qëndruar i uritur apo i etur, sepse agjerimi i tij nuk ka vlerë. Pra, qëllimi është të edukojmë veten tonë, të mundim egon tonë, të mundim ato dëshirat e shturura që mund të ketë një njeri dhe të kthehet në natyrën e tij. Kush është natyra e tij? Të qenurit njeri ashtu siç e meriton vetë njeriu. E kuptoj. Në një kohë kur politika shqiptare është shumë e polarizuar, shpesh agresive dhe në gjuhë, kemi parë gjithashtu dhe shumë ngjarje të tjera në shoqëri, her pas here ka plagosje, ka vrasje, ka ngjarje të ndryshme që trondisin opinionin publik. Çfarë roli mund të luajë feja për të ulur tensionet dhe për të promovuar dialogun, jo vetëm politik, por edhe në shoqëri? Atëherë, nëse në ana e politikës do t'ju kushtonte rëndësia ashtu siç duhet figurave fetare, pra hoxhallarëve apo klerit të feve të tjera, jam i bindur se nuk do të ishim në këtë gjendje, por duke sfumuar çdo lloj zëri të hoxhallarëve apo të klerit të feve të tjera, duke rënë në vesh të shurdhër, ne edhe pse flasim gjatë gjithë kohës, pra fjalët tona binë në vesh të shurdhër dhe atyre nuk ju konvenon që këto fjalë të jenë aty ku duhet. Pra, sa më pak të dëgjohen këto fjalë, aq më lirshëm janë ata për të arritur ato qëllimet që kanë. Politika jonë për fat të keq në Shqipëri, po ndoshta edhe në mbar botën për momentin, është një politikë që synon interesat personale apo interesat grupore, interesat të njëri tjetrit, por asnjëherë nuk kemi parë që të shoh interesat e popullit, interesat e qytetarit, që të ketë një mirëqenie sa do pak më të mirë, sepse jemi në një gjendje ku Shqipëria është boshatisur nga shqiptarët dhe popullohet nga të tjerë. Nuk jemi kundra emigrantëve që vinë, por jemi kundra këtij shpopullimi që po bëhet në mënyrë të vrrullshme. E kuptoj. Dhe çfarë duhet bërë në këto kushte, duke pasur kaq shumë probleme sociale, ekonomike, ndërkohë kemi shumë luftra. Kishim luftën në Ukrainë, një luftë e re në lindje ka nisur para pak ditësh. Në këtë situatë çfarë duhet bërë? Po. Ju lutem, kur të bëni një lloj përshkrimi, duhet ta bëni ashtu siç duhet. Nga lufta në Ukrainë nuk mund të kaloni tek lufta para disa ditëve. Nga lufta në Ukrainë, një radhë të parë duhet të kaloni tek vrasja e mira fëmijëve në Gaza. Absolutisht, po. Sepse nëse ne kalojmë qëllimisht apo ndoshta pa qëllim një masakër ndaj mira fëmijëve dhe të moshuarve në Gaza, i bie që edhe ne po bëjmë rolin e atyre që kanë interesa të ngushta. Atëherë ne kemi një luftë në Ukrainë, kemi një luftë në një masakër në Gaza, kemi një luftë tani që është e mirë që ndisur nga fuqi të ndryshme, ku me sa kuptojmë është pjesë e lojës si nga ana e Iranit, si nga ana e Amerikës apo Izraelit, apo edhe të shteteve të tjera, dhe kjo është si pasojë e interesave që kanë parë gjithmonë me njëri tjetrin. Një ditë mbarojnë interesat dhe fillojnë konfliktet. Po, dhe ata që e fësojnë janë gjithmonë qytetarët e pafajshëm. Për fatin e keq, gjithmonë shtresa e ullit është populli dhe këmbët e elefantit shtjelin mbi shtresën më të ulët, pra mbi popullin. E kuptoj. Nëse do të jepni një mesazh qoftë për klasën politike, qoftë për qytetarët në këtë muaj kaq shumë të rëndësishëm edhe për besimtarët musliman, cili do të ishte? Mesazhi i vetëm është të mundohen të bëhen vetëm një herë njeri. Nëse do të arrijnë të bëhen njerëz ashtu siç duhet, në natyrën e njeriut, besoj se çdo gjë do zgjidhet.
E kuptoj. Ju falenderoj shumë për kohën dhe për mundësitë që gjetët edhe pse ishit në udhëtim.